Përshëndetje, unë jam Angel Lekli dhe jam instruktore dhe praktikuese e Theta Healing. Kam më shumë se 5 vite që praktikoj Theta edhe kam nisur dhe t'jap klasat e Theta Healing. Vi nga një background në komunikim, në reklama, në marketing, evente, për më shumë se sa 10 vite. Dhe zbulova që nëpërmjet këtij rrugtimit shpirtëror personal që nisa për veten time, edhe pas transformimeve të mia, të njerëzve afër vetes, fillova që ta ofroj dhe të bëj dhe seanca private për të tjerët. Theta ka bërë ndryshime shumë të mëdha në jetën time, sidomos në aspektin personal, por gjithashtu edhe më ka ndryshuar mënyrën se si i shoh gjërat në jetën time. Si jemi përgjegjës, si e ndjem energjinë, si mund të ndryshojmë për të patur outcome të ndryshme, për të patur rezultate të tjera. Do të ndaja pak shkurtimisht me ju se çfarë është Theta Healing për ata që janë të rinj dhe që nuk e njohin. Theta Healing është një metodë dëshërimi nëpërmjet energjisë. Duke përdorur meditimin, ne lidhemi me energjinë e krijuesit, energjinë e Zotit, energjinë e life force, forcës së jetës, sido njerëz të ndryshëm e konsiderojnë në forma të ndryshme. Më e përgjithshmja është që e quajmë energjia e krijuesit, dhe vendosemi në valët theta të trurit. Valët theta të trurit nuk janë gjë tjetër përveç se ajo energji apo ajo ndjesi që ne jemi sapo zgjohemi në mëngjes, apo pak para se të flem. Është pak ndjesi përgjumi, relaksimi. Dhe kur punojmë me valët theta të trurit, ne hapim dyert e subkonsciencës tonë. Subkonscienca jonë është si një depo e cila mban shumë besime. Dhe është besimet në subkonsciencë janë ato që drejtojnë më shumë se sa 90% të jetës tonë. Pra ka shumë gjëra që tani janë duke ndodhur në jetën tonë dhe vinë si rezultati besimeve që ne kemi. Besim nuk është gjë tjetër përveç se një statement apo një përkufizim, një bindje që diçka është e vërtetë. Besimet janë të vërteta për ne, por nuk është e thënë që të jenë the highest truth, nuk është e thënë që të jenë e vërteta absolute, e vërteta më e lartë. Dhe për këtë arsye, nëpërmjet thetës, nëpërmjet seancave private, nëpërmjet meditimit, aksesojmë ato besime të cilat janë limituese. Mund të tregoj pak se cilat janë besimet kryesore që punojmë në theta. Quhen core beliefs, besimet bazë, që nisin janë nga 0 deri në 7 vjeç, ose janë besime të cilat ne i kemi në këtë jetë, i kemi krijuar në këtë jetë në situata të forta emocionale. Jo patjetër trauma të mëdha, por situata të forta emocionale. Mund të jenë besime të cilat dikush na ka thyer free will, dikush nuk na ka pyetur, mund të jenë besime që na mësojnë që është e vështirë të jem konfident, është e vështirë të jem qendër të vëmendjes, apo nuk e meritoj dashurinë, apo njerëzit janë të këqij. Këto janë besime të gjitha që mund t'i kemi krijuar. Dhe identifikojmë në momentin që ato janë duke na kufizuar në jetën e tanishme. Kemi besime të cilat vijnë nga linja genetike. Deri në 7 breza më parë, kemi besime të cilat mund të jenë duke na ndikuar jetën e tanishme. Edhe ne për shembull që jemi rritur në zonën e Ballkanit, kemi shumë gjasa që kemi qenë nëpër luftra nga ana genetike, ka patur zibuke, ka patur drama, trauma shumë të mëdha, të cilat mund të jenë transmetuar dhe mund të jenë pjesë e jetës tonë që ne i ruajmë tani. Ka gjithashtu besime të cilat janë në nivel historik. Këto besime në nivel historik janë besime që vinë nga past lives. Kjo është pjesa mistike e Theta Healing. Besimet që vinë nga past lives janë besime që diçka ka ndodhur me ty në një jetë të shkuar dhe tani e ke marrë, e mban akoma këtë besim sepse po të shërbejnë për diçka. Kurdo që janë krijuar besimet, edhe nëse janë në nivel genetik, edhe nëse janë në një jetë të shkuar, e rëndësishme është që të punojmë edhe për arsyen pse po i mbajmë tani. Është shumë e rëndësishme që të punohet në thellësi dhe me theta ne punojmë në nivel subkonscience dhe ndryshimet i bëjmë në të gjitha këto nivele. Kurdo që janë krijuar, i punojmë, i pastrojmë, i heqim si besime limituese dhe i zëvendësojmë me besime të tjera pozitive, me energji të reja pozitive. Në theta e imagjinojmë trupin tonë sikur jemi një aparat celular. Edhe ky aparat
ka mundësinë që të heqi, të shkarkoj, disa ti bëj remove, ti bëj delete, disa aplikacione që nuk na duhen më, dhe mundet të downloadoj apo të vendosi aplikacione të reja që janë besimet pozitive. Ka vetëm një kusht për të punuar me Theta Healing apo për të bërë seancat e Theta Healing, që është të kesh besim tek energjia e krijuesit, e Zotit, e forcës së jetës. Pjesa tjetër janë të gjitha të bazuara në intuit, është e gjitha diçka që mësohet. Sa i përket klasave basic, që organizohet fizikisht, klasa është 3 ditë të plota, edhe do t'jepet mësim, do të bëhen ushtrime, do të praktikohet Theta Healing nga ora 9 deri në 5 pas. Disa nga gjërat që mësojmë gjatë kursit janë mësojmë si të meditojmë dhe të jemi në Theta Brainwaves, në valët theta të trurit në pak minuta. Mësojmë si të pastrosh energjinë tënde, energjinë e vëndeve nga frekuencat e ulta. Mësohet se si të balancosh energjinë femërore me ato mashkullore, si të balancosh hemisferat e trurit, sistemin hormonal. I dedikohet pak kohë që të mësosh se si të hapësh edhe të balancosh të gjitha çakrat që janë qendra energjie në trupin tonë. Mësohet baza dhe struktura se si bëhet një seancë në Theta Healing, edhe gjithashtu bëjmë disa mini seanca të vogla për të praktikuar me studentët e tjerë. Mësohet se si të dërgosh instant healing, si të dërgosh shërim të menjëhershëm, si të lidhesh me energjinë e ëngjëve, si të manifestosh. Ditën e fundit ne bëjmë një listë të manifestimeve, mësojmë si shkruhet lista, si janë rregullat, edhe si mundemi të manifestojmë. Kursi basic është për ty nëse je një coach, je healer, je një person me empati shumë të lartë, ndjen energjinë të tjerëve, ndjen që në energjinë tënde futen shumë shpesh energji që nuk janë të tuat edhe të ndikojnë, mund të punosh për të krijuar boundaries më të forta me të tjerët. Punohet gjithashtu nëse do të punosh me besimet e së shkuarën, se do të lirosh hapësirën e energjinë tënde, që t'jesh më shumë në paqe, t'jesh një energji në frekuencë më të lartë. Gjithashtu, në fund të kursit, jepet një certifikat ndërkombëtare nga Instituti i Theta Healing. Është një certifikat e cila njihet në të gjithë botën dhe më pas do jesh regjistruar në sistemin e Theta Healing ndërkombëtar, që dikush që interesohet për ty, nëse do duash ta kesh profilin publik, do të shohë certifikimet edhe të gjitha kurset që ti ke marrë. Kjo është edhe një formë shumë e mirë kredibiliteti në rast se dikush nga studentët do dojë që në vazhdim dhe në të ardhmen të fillojë ta praktikojë thetën si profesion. Theta Healing ka më shumë se sa 20 kurse, të cilat jepen në forma të ndryshme fizikisht ose online. Ajo çfarë e bën veçantë kursin basic është që është si një formë degustimi. Ka shumë informacione, janë 3 ditë intensive pune, dhe mund të them që dhe nga eksperienca ime me studentët e mi, ka transformime të jashtëzakonshme në 3 ditë që vendos të transformosh, të ndryshosh jetën. Theta Healing, edhe sidomos kursi basic, është për ato njerëz të cilët duan të kuptojnë behind the veil, çfarë ka përtej shikimit tonë, çfarë ka përtej gjërave që ne shohim. Është një rast i veçantë kursi fizikisht, pasi pjesa më e madhe e kurseve tani të Theta Healing jepen në të gjithë botën, jepen online, dhe është e vështirë që t'i kesh fizikisht. Personalisht nga eksperienca ime, qoftë si një studente që i kam bërë kurset fizike, qoftë edhe tani që kam filluar t'i jap në mënyrë fizike në klasë, mendoj që krijohet një komunitet shumë i mirë, energjia e grupit fizike është shumë e fuqishme, krijohen njohje me studentët e tjerë, të cilat mund të jenë njohje që i përdorni gjatë gjithë jetës tuaj dhe mund të jetë një ndër miqt më të mirë tuajt aty, që e njihni në rrugtimin tuaj shpirtëror. Edhe gjithashtu mbështetja dhe siguria është shumë më e madhe në momentin që ne jemi fizikisht bashkë në klasë. Prandaj për shkak se unë po jap këto klase online, mendoj që ata që kanë dëshirë mund të përfitojnë nga kjo mundësi e veçantë që për momentin është duke u ofruar e tillë.